Si gjykon këtë ndryshim të formulës? Pra, 2 vite radhazi, 4 skuadrat e para zeroheshin pikët dhe kishim 2 gjysmëfinale dhe 1 finale? Normale, para jam dakord me ndryshimin e formulës, sepse nuk kam qenë fare dakord me formulën e kaluar. Edhe pse nuk u bë zhurmë e madhe sepse fitoi ekipi që ne mendonim gjithë që meritonte. Po imagjino ta fitonte një skuadër që nuk e meritonte me 2 gola të rastësishëm. Pra, ti nuk mund të grumbullosh 80 pikë dhe vendi i katërt grumbulloi 50 pikë, të vish në një ndeshje direkte, edhe me avantazh në barazim. Po, absolutisht. Shënon një gol dhe të bie puna për tokë. Ky format më pëlqen më shumë, vetëm gjë nuk e doja këtë përgjysmimin e pikëve se nuk po pëlqen dalë jashtë meritet. Tani unë kam marr 2 fishën e pikëve, pse duhet të ngushtosh pikët, të më afrosh me kundërshtarin, sepse ndodh kjo që Ignatia po të shikojë çështjet e Tova, e keni trajtuar dhe këtu. Ishte një skuadër në gjendje jo të mirë, edhe gati kritike. Unë poshtë në të gjithë këtë periudhë, pra pati humbi radhazi, rekuperoi fazën e 4 me Partizan një ndesh dhe faza e 4 ishte një fazë horror për Ignatin dhe ja ku vjen përgjysmuan pikët, Ignati ka drejt. Faza 4 gjitha patën luhatje. Gjitha patën, Vllaznia. Lideret Elbasani. Çuditërisht javën e fundit. Patin fakt javën e fundit Vllaznia u poshtë me Bylisin, kurse Ignati e pati më të shtrirë këtë periudhë krize. Dhe ja ku vjen përgjysmuan pikët, Ignati me drejt kërkon titullin.